Peshngritja shkodrane është në rrugë të mbarë, puna këmbgulse, plot pasion dhe profesionalizëm që po bën trajneri Artur Lagja me Brezin e ri po jep rezultate. Suksesi më i fundit është ai i shpalljes kampionet të Shqipërisë për kategorinë e moshës U17 të Kuqe Bluve, si dhe kupa personale e talentit Antonino Mullisi si peshngritësi më i mirë i kampionatit. Mas disa aktivitete rallëzi, ky ishte konkretizimi i rallës, ku dhe sportistat shkodran ishin në majtë më të larta. Kjo të tregon stërvitjen e mirë që kemi bërë gjatë gjithë kësaj kohë dhe gjaja më e veçantë ishte me Antonino Mullisin, ku shpallet sportisti më i mirë i aktivitetit. Navim Lagja krahas vllaznisë është në cilësinë e trajnerit kombëtar. Ai flet për kampionatin botror që zhvillohet në fund të këtij muaji në Peru, ku në garë do të jetë edhe shkodrani Mullisi, i cili pritet të kthehet me medalje. Përfaqësohet Shqipënia me 2 sportista, njëri nga këto është Antonino Mullisi, ku shpresojmë që të vijmë me medalje nga botërori i Perus. Me datë 28 niset ekipi kombëtar dhe me datë 2 ka Antonino aktivitetin në garën, ku në bazë deklarimeve ne jena tretit në botë, ku do ishte një element i papand dhe një rësie veçantë për ekipin kombëtar dhe për Shkodrën. Gjithë bota deklaron me sa kile do fillojnë sportistat. Pra dy garshi deklarohet përpara aktivitetit ku edhe rënditet dhëqja sportistave më të mirë, ku ne kemi deklaruar dhe në bazë deklarimeve jemi tretit në botë. Pra difton që ne me ndihmën e Zotit do kthehemi me medalje.